Je optužen za etničko čišćenje Srba. Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal në Serbi, Snežana Paunović, ka vazhduar sërish me deklarata të ashpra. Kësaj radhe, Paunović e ka quajtur UÇK-n si organizatë terroriste. Në prag të vendimit të Hagës, ajo ka theksuar se pret dënim të Thaçit. Hashim Thaçi je optužen za etničko čišćenje Srba. Hashim Thaçi akuzohet për spastrim etnik ndaj serbëve. Po paraqes dokumentin e gjykatës speciale, kjo është në akt akuz. Krimet në Kosovë nuk i kam kryer unë, për organizata e tij terroriste UÇK-ja. Ne do të festojmë dënimin e tij. Një deklaratë e tillë ka ngjallur reagimin e organizatave të veteranëve të luftës së ushtrisë ligjërimtare të Kosovës. Fatmir Sopi nga organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë ligjërimtare të Kosovës thotë se propaganda e Serbisë është e vjetër dhe si e tillë po vazhdon. Unë konsideroj se Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi si udhëheqës dhe dy bashkëluftëtarët e tyre që janë atje, edhe Recep Selimi dhe Kadri Veseli, kanë qenë pushtetarë në Kosovë kur ju janë dhënë të gjitha të drejtat serbëve dhe nuk ka pas asnjë telashe lidhur me të drejtat e tyre. Gjua urrejtjes mbetet e njëjta problematike e cila prek edhe shqiptarët në luginën e Preshevës. Gazetarja nga Presheva, Ardita Beluli, thotë se deklaratat e tilla nuk mbesin në nivel të përplasjeve politike, por ndikojnë edhe në klimën e përgjithshme të marrëdhënieve të komuniteteve. Deklarata e ministrit Paunović duhet parë me shumë seriozitet, sepse mendoj se vjen nga një përfaqësuese e qeverisë Republikës së Serbisë dhe normalisht ajo nuk është një person privat. Fjalët e saj kanë peshë politike. Snežana Paunović ka përdorur edhe më herët gjuhë të urrejtjes ndaj shqiptarëve. Një muaj më parë, në emisionin Kurer, ajo kishte thënë se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, deklaratë e cila ngriti reagime të shumta. Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bio čitila Kosovo 98. Kjo deklaratë bëri që ajo të shpallet non grata në Kosovë. Ndërkohë, një ditë më parë, pikërisht shqetësimin për gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve ka shprehur në Parlamentin e Serbisë deputeti shqiptar Šaip Kamberi. Međuetničkim odnosima. Tokom ovih javnih skupova, u vašem prisustvu. Për vitin e ri akademik 2026